Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë dhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës dhe sidomos të asaj portuale e Royal Asconic nga Hollanda. Një garë e jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por e monitoruar nga anët e zhëja nga konsulenti Royal Asconic përsëri dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne I dim kush janë. Dhe I kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam te C-ja. Investimet e tjera në proces përfshin dhe transformimin e triportit në Vlorë, një port mirëfill tregtar, I shumë munguar për Vlorën, dhe ndërtimin e 4 marinave turistike në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin. Nuk do flas për marinën e Sarandës, se po më shikon Ulsiu, dhe s'dua të krijoj konfuzion këtu për raportet shumë të kthjellta që kemi me drejtësinë. Ndërkohë që marina e Durrësit dhe e Vlorës janë në proces ndërtimi, në Shëngjin kemi filluar një proces me kryetarin e bashkisë dhe me një super ofertë të një subjekti shumë të njohur në Europë. Për Sarandën, pyesni Ulsion më shumë. Për sa I përket energjisë, sot kemi përqindjen më të ulët të humbjes në rrjet, që hyn tani më në sferën e humbjes teknike, ndërkohë që e patëm nisur atëherë me 50% thuajse humbje në rrjet. Janë zhvilluar 5 ankande ndërkombëtare që kanë krijuar mundësinë për 640 megawatt kapacitete fotovoltaike dhe 222 megawatt kapacitete eolike, duke arritur disa nga çmimet më konkurruese në Europë për energjinë e rinovueshme. Karavastaja 140 megawatt është sot në operim. Spitalla 100 megawatt është në ndërtim. Parku eolik në Kavaj 75 megawatt, Akërnia 100 megawatt dhe rreth 300 megawatt të tjera janë në proces të marrjes së lejes së ndërtimit. Është diversifikuar dhe rritur prodhimi I energjisë, ku 600 megawatt kapacitete të reja janë shtuar dhe priten edhe rreth 1000 megawatt deri në përfundim të vitit 2027. Nga vdekja e Enver Hoxhës deri në largimin nga pushteti të sekretarit të partisë tij në 2013 Shqipërisë nuk I është rritur asnjë megawatt kapacitet prodhimi. Asnjë megawatt kapacitet prodhimi. Po ka ndodhur e para shkatrimi total I sistemit të shpërndarjes. E dyta privatizimi kriminal
i 4 hidrocentraleve të ndërtuara funksionale, Shkopeti, Ulza, Bistrica 1, Bistrica 2, si kthim të vëshëje. Do më në qoftë se duan korupcion dhe duan të luftojnë korupcionin, se krimin, me sa duket, nuk e kanë të letë ta luftojnë deri në fund, përderisa nuk kanë fuqi të ngrenë akuzë për 21 janarin, le të shkojnë dhe të marrin dosjen e këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli dhe që i takonin vetëm popullit. Dhe ju dhanë një kompanie që nuk i kthej të vëshëja, i llogaritën të vëshën, të vëshën si ja u kthejmë, po merrni këto hidrocentralet. Dhe këta janë sot ata që vinë vërdall si qenë të pazarit, me flak në përduar dhe me lapën jashtë. Sot energjia rinovueshme përbën 44% të miksit total të energjisë në vend. Politikat e vetë prodhimit kanë nxitur rreth 400 megawatt kapacitete fotovoltaike për bizneset dhe familjet në vetëm 3 vite. Është përmbyllur dhe reforma për liberalizimin e tregut të energjisë dhe ndarjen e funksioneve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto kanë ndodhur në këto vite. Në drejtimin e atij njeriu që ka mbuluar ato 2 sektorë. Është deregulluar pjesërisht tregu i furnizimit me energji, ku klientët me tension të mesëm dhe të lartë operojnë në tregun e lirë. Shqipëria ka përballuar krizën globale të energjisë pa e rritur çmimin. Për konsumatorët familjarë, dhe këtë nuk e them unë më, e thot OECD-ja. Në vlerësimet OECD-s shënohet se Shqipëria është një vend në Europë që përballoi krizën pa rritur çmimin e energjisë. Për herë të parë dhe i vetmi vend në Europë, Shqipëria uli çmimin e energjisë për familjarët me 10%. Gjeni një vend tjetër ku është ulur çmimi i energjisë dhe kur mund të diskutohet ulja e çmimit të energjisë. Programet për eficiencën energjetike kanë mbështetur 4.000 familje deri tani dhe do vazhdojnë të mbështesin tjera. Është krijuar bursa shqiptare e energjisë elektrike nga operatorët e Shqipërisë dhe të Kosovës, ku volumet sot krahasuar me ditën e krijimit 2024 janë rritur me thuajse 50%. Është forcuar integrimi rajonal përmes projekteve të interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, dhe aktualisht po punohet për të trefishuar kapacitetet me Greqinë, si dhe për të ndërtuar linjën e transmetimit me Italinë. Po zbatohen projektet për të rehabilituar kaskadën e Drinit dhe për të modernizuar asetet ekzistuese. Investimet e keshit drejt për drejt përfshin 75 megawatt kapacitet fotovoltaik, 110 megawatt termik dhe projektin pump storage me rreth 300 megawatt. Ndërkohë, përmes bashkëpunime ndërkombëtare, veçanërisht me Mazdarin e Emiratet Bashkuara, do të fillojë gjenerimi i kapacitetet të reja, duke filluar nga parku fotovoltaik i Tragjasit 120 megawatt. Ka nisur projektet për infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike. Projekti Nur në bashkëpunim me Sokarin do të mundsoj për herë të parë përdorimin e gazit natyror në Shqipëri si një burim energjie i cili rrit sigurinë e furnizimit dhe sigurinë energjetike në vend, ndërsa marrëveshja që përmenda, ajo trilateralja me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara për transmetimin në New York të energjisë, do ta vendosë Shqipërinë në një pozicion të ri strategjik edhe në këtë fushë. Dhe e fundit që kam është motamo nga World Economic Forum,
Shqipëria renditet në krye të klasifikimit për qëndrueshmërinë e sektorit energjetik. Nuk e lë dot ujin pa e sjell këtu, sepse reforma e ujit ka marrë tani më një pamje të qartë për ku po shkojmë. Në 2022 u përmbyll faza e parë e reformës, rajonalizuam shoqëritë, i reduktuam nga 58 në 14 që të rrisnin performancën financiare të sektorit. Në 2024 nisëm për herë të parë subvencionimin e ujit për kategoritë caktuara të klientëve më vulnerabël. Kemi zhvilluar sistemet digjitale për monitorimin e burimeve ujore dhe depove, si dhe përfunduar një projekt për digitalizimin e shërbimeve për qytetarët. Janë realizuar mbi 35 miliard lek investime në këtë sektor. Furnizimi 24 orë është arritur në 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Arktimet kanë shkuar në një nivel rekord me 11.2 miliard lek në 2024, rritje me 13%, ndërkohë që pagesa e faturave të energjisë nga shoqëritë e usjellësit që nuk paguan energjinë ka arritur në 93%. Shoqëritë e usjellësit kanalizimeve kanë arritur të mbulojnë kostot e operimit, diçka që nuk ndodhte më parë. Dhe të mirëmbajtjes duke treguar që janë shëndoshur financiarisht në pikën ku mund të kalojmë në fazën tjetër të reformës. Kanë përfunduar mbi 200 projekte për rindërtimin dhe ndërtimin e usjellësve në këto vite, rrjetesh kanalizimi, impiantesh trajtimi, të shpërndara në të gjitha qarqet. Janë 80 kantiere në proces. Tani unë jam i bindur se kjo pasqyr faktesh dhe shifrash, sa kokforta, aq dhe domethënëse nga dy sektorët strategjik që Belinda Balluku ka drejtuar si titullar politik i tyre, do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tërë lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike, si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk i ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë, për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj, që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që i ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës Shqipërisë. Po tatimet e Republikës Shqipërisë janë të Republikës. Prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit. Dhe nuk e përcaktojnë as gjitha tenxheret bashkë. Atë fajsin ose pafajsin e përcakton vetëm procesi gjyqësor. Ndërsa pasqyra e fakteve të një pule kolosale nuk i takon kursesi një individi thjesht me një rol të pamohueshëm në të gjithë zinxhirin e arritjeve në dy sektorë kaq të rëndësishëm, po të gjithë atyre që kanë pasur një rol për të luajtur nga skuadra e qeverisë tek ajo e Ministrisë Infrastrukturës, duke filluar nga Sindi 32 kile, që na doli dhe njeri për të kontrolluar shtëpia në 6 mëngjesit, deri tek i fundit, bashkë me drejtuesit dhe ekipet e institucioneve
dhe ndërmarrjet varësisë, pa harruar padyshim deputetët e komisioneve të lidhura me ata sektor, si dhe mbështetjen vendimtare që grupi socialist i ka dhënë të gjitha reformave të bëra. Dhe për këto fakte, për këto arritje, për të gjitha përpjekjet dhe mundin që është dashur drejt këtu, që të gjitha ata që kanë bërë detyrën e tyre, përfshirë patjetër edhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë, si përgjegjëse për dy sektorët, meritojnë vetëm respekt.